se sikur kishte qenë për shembull korrekte, unifikuse, gjithë përfshirëse. Që me balancuar. E balancuar, me siguri që unë nuk e besoj që partitë politike do ta kishin atë problem. Por E ku të mbetet Vjosa tani? Vjosa, me qenë se po i shkon kështu politika jashtë me mundet A duhet jetë merak shoqëria pse ajo nuk është më presidente? Jo, për shkak se pa president s'mesin. Po Vjosa mund të jetë për shembull një opozitare shumë e mirë në raport me zotin Kurti. Për shkak se këta janë pa gjak, këta që janë tashti, anemek, dhe Vjosa Osmani mund të jetë një opozitare kështu kogja e fortë, në qoftë se nuk bëhet presidente. Edhe mendoj që Kosovës i duhet një opozitarizëm tash për tash. Vjosa po nuk u bë shpresa për këtë përballje me Kurtin thu. Unë mendoj që po, për shkak se ajo është e re. Ka ende energji dhe vrehet që ka dëshirë që t'jetë në politikë dhe më tutje. Dhe vrehet që e bën kështu goxha me elan e vullnet. Duket që në opsione ke vazhdueshëm parashikime që vendi mund shkojë në zgjedhje. Nuk po heq fare nga analiza skenarin e zgjedhjeve të parakoshme. Ti e din që unë jam kogja konsekuent. Ku vendi u bë, siç tha Kurti, u konstua, pa marrëveshje me opozitën. Se kishte numrat. Qeveria mori votbesimin pa marrëveshje. Buxheti u bë. Dhe siç po thot Kurti, kalendari i tij po shkon pikë për pe. Dhe ky ka me qenë narracioni i zotit Kurti për t'i fajsu pastaj partitë ish opozitare kush na ka qenë zgjedhje. Për shkak se ai dalë dhe thot, çore, krejt që ka më varë prej meje, unë e i bona. S'mi dhanë votat, që shë ka stilin e të folin i dhaj. S'mi dhanë votat o vlla. S'mu jone me da për shtet me dikon që ka hub në zgjedhje. Dhe prap, partitë opozitare do t'jenë situatën e njëjtë, me siguri LDK-ja më dopt,